Nuk ka ende asnjë informacion mbi vendodhjen e dy motrave kajtazi të larguara nga shtëpia e tyre në spital të Durrësit, ndërsa prindrit luten që ato të mos kenë kaluar ilegalisht kufirin dhe policia t'i kthej pranë tyre. Nuk ka ende asnjë informacion mbi vendodhjen e dy motrave kajtazi të larguara nga shtëpia e tyre në spital të Durrësit, ndërsa prindrit luten që ato të mos kenë kaluar ilegalisht kufirin dhe që policia t'i kthej pranë tyre. Apeli publik i prindërve ka përjashtuar punën e grupit hetimor për verifikimin e çdo lloji informacioni rreth dy motrave. Drejtues të hetimit bëjnë të ditur se persona që mund të kenë ndjeni në shoqëri me vajzat, fëmijë të tjerë, janë marrë në pyetje në përpjekje për të zbërthyer ngjarjen dhe mundsuar gjetjen e Oriadës, që ende nuk i ka mbushur 18-at dhe Klevisës 14 vjeç. 4 telefonata celular që kanë marrë vajzat nga shtëpia rezultojnë të fikur, ndërsa policia vijon verifikimin e tabulatëve të tyre. Nga hetimet e deri tanishme duket se një gjë është e sigurt, se vajzat janë ndihmuar nga dikush për të realizuar planin e arratisë të tyre. Vajzat janë larguar nga shtëpia dhe janë ndihmuar nga dikush, duke i vënë zjarrin, vaj të derdhur në dhomë dhe pastaj janë siguruar se prindrit e helmuar nuk do të ktheheshin në shtëpi atë natë. Ato kanë marrë përveç parave dhe 4 valixhe të mëdha me rroba dhe këpucë. Ndosë për policinë vajzat janë autorit e dyshuara të zjarrvënies, familjarët nuk e besojnë këtë. Madje, ata pretendojnë se vajzat janë mashtruar në rrjetet sociale nga persona të cilët janë më të rritur në moshë dhe më pas e kanë detyruar të veprojnë kundër vullnetit të tyre. Prindrit dhe motra e madhe deklarojnë se pas dështimit të fejesës me mbledhëri me një djalë në Itali, Oriada kishte ndryshuar shumë, por ajo e kishte vendosur vetë ndarjen dhe familja e kishte mbështetur. Ky version hedh poshtë atë të hakmarrjes së vajzës ndaj familjes për prishjen e fejesës në muajin mars. Orialda ishte larguar edhe më parë nga shtëpia në maj të vitit 2013. Kur babai ishte në kundërvën një lidhje të krijuar me saj dhe një bashkëmoshatari në Facebook, por pas 3 apo 4 orësh vajza u gjet dhe u kthye në shtëpi nga policia. Ndërkaq në maj të këtij viti familjarët kishin përfunduar sërish në spital të helmuar nga medikamente për gjumë, të hedhura në ushqime nga vajza e vogël që gjoja i kishte bler për gjyshe në farmaci. Këtë ngjarje dhe turpi i shtyn prindrit të qëndronin në heshtje duke pritur veprimet e policisë. Por kalimi i javëve dhe mungesa e informacionit mbi vajzat e alarmoi atë mbi rrezikun që mund të kanose të bijave që sipas tyre janë viktima e dikujt që ka përfituar nga mosha e tyre e re dhe gjendja psikologjike.